Rritja e çmimit të naftës ka sjellë pasoja të ndjeshme në disa sektorë të ekonomisë, duke përfshirë edhe transportin publik në Lezhë. Drejtuesit të furgonëve që operojnë në zonë shprehen se situata është bërë gjithnjë më vështirë për ta, pasi kostot e operimit janë rritur ndjeshëm, ndërsa të ardhurat kanë mbetur të njëjta. Ata theksojnë se kanë të pamundur të rrisin çmimin e biletës, pasi kërkesa për transport ka rënë ndjeshëm, sidomos në zonat rurale ku ka rënje të numrit të popullsisë. Ne dalim punë kot, nrojmë lekun me naftën, absolutisht s'ka gjatë tjetër. Absolutisht se kena rrit fare, biletat fare, sepse s'ke që rrit, pleq kanë met tu, s'ka met kushën këtë vend. Tepër skandaloz, kisha me thonë është nafta më shtaret në Evropë. Me këto çmime që kena naktu me këtë standard jetesët, do vazhdojnë të punojmë, majmë linjën sa të munëm, kur mos dalin ma do të fikim të shtëpia. Ka ditë që punojmë vetëm për naftë. Absolutisht, për letra për gjatë jetër nuk dem. Po masat i zoti i shpisi din këtë punë. Kryeministri, aja zot shpijet. Këtë popull që i ti ndrit. Qatë thëmun, vetëm pleç kanë me, që me 3 vete ardhë. Nga baldër. Nuk ja vlen me nezën mjes. Me këta çmime, as mund të rrisim biletën, se nuk ka kush hyp lene hesë, edhe sa ka kënë nafta lirë, s'ka pas kush me hyp, se s'ka met njeri, kënë hik tanë. Jo, s'ke pse me levicës nuk ka njerës, vetëm me licencën me dërzuket. Me këtë naftë. Unë jam 1500 lek me një fjallë, se jam komuna Blenisht. 1500 lek e këna na, se çmim bilete. Po s'ka njerës, nuk ka njerës. Shteti e kam dorë na për ne sahatë ma parë, i bëjmë thirrë, në qëse na në gjënë bële. Se na kena me të vërtet ngusht. Ke vetëm 10 myllës për zotën, jo se pa thamë për reklamë ose kështu, se pa dalë në televizor ose 10 myllës. Në këtë kushte, drejtuesit e mjeteve të transportit publik në Lezhë paralajmërojnë se nëse nuk merren masat mbështetëse, si subvencionet apo politikat lehtësuese nga autoritetet, shumë prej tyre rrezikojnë të mbyllin aktivitetin, duke lënë pa shërbim transporti një pjesë të konsiderueshme të banorëve të zonave rurale.